Festat e fundvitit po priten me një atmosferë të gëzueshme edhe në Lezhë. Krahas organizimeve të përnaçme në qendër të qytetit, edhe fëmijët e qendrës kulturore dhe nxënësit e shkollave janë përfshirë në aktivitete të ndryshme kulturore. Përmes programeve artistike në institucionet kulturore po organizohen veprimtari të vazhdueshme, me fokus Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Protagonistë të këtyre aktiviteteve janë fëmijët e grup moshave të ndryshme, të cilët përmes interpretimeve, këngëve dhe valleve po japin gjallëri qytetit. Drejtori rajonal i arsimit parauniversitar në Lezhë, Hasan Muça, thotë se veprimtari të tilla janë mjaft të rëndësishme, pasi u japin mundësinë nxënësve të shprehin vlerat e tyre artistike. Padyshim, ta janë shumë të rëndësishme sepse për te njerive që nxënësit marrin në shkolla, në fund të vitit, në prag festave, padyshim ata kanë edhe gjithë drejtën e Zotit edhe për të gëzuar. Dhe në rastin konkret do thoya që shkolla nëpërmjet punës jashtëzakonisht madhe që po bëjnë nëpërmjet programit Arte dhe Zeje, kanë arritur që realisht nxënësit të njëjtojnë të gjitha aftësitë e tyre, që ato i shpalosin dhe mësuesit janë ato që zbulojnë realisht këto aftësi dhe këto talente. Unë sot ndihem zemër plot dhe ndihem jashtëzakonisht i lumtur që shoh që në skenë sot në Pallatin e Kulturës, por edhe në të gjitha skenat e shkollave, gjatë këtyre ditëve nxënësit kanë arritur që të performojnë jashtëzakonisht bukur, duke shprehur gjithë dëshirat e tyre të zemrës, dhe unë do thoya që realisht festa e vërtet janë këta fëmijë. Është sinqeriteti i tyre dhe mbi të gjitha është ajo dashuria e madhe që ato kanë në shpirt dhe demonstrojnë më së miri edhe nëpërmjet interpretimeve të ndryshme. Përtek kësaj, unë do t'ju uroja gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Vitin e Ri, dhe kurrën e kurrës nuk do dreshim në mënyrë që këtyre fëmijëve ne realisht t'u ofrojmë gjithë facilitetin e mundshëm dhe mbi gjitha t'u ofrojmë atë shërbim që prindërit e tyre dëshirojnë. Ne jemi në shërbimin e tyre dhe nesër ato do jenë në shërbim komunitetit, sepse ato do jenë liderat e ardhshëm. Veprimtarit që po organizohen me rastin e festave të fundvitit në Lezhë po tërheqin vëmendjen e shumë qytetarëve, të cilët kanë mbushur sallat e institucioneve kulturore për t'i ndjekur nga afër.